Kryeministri Edi Rama ka ndërmarrë së fundmi një lëvizje të papritur në struktura drejtuese të kryeministrisë. Burime bëjnë me dije se ai i ka besuar Vilma Gurit postin e drejtoreshës së kabinetit. Guri nuk është një emër i panjohur, për vite me radhë ka qenë këshilltari e kryeministrit Rama si një njeri i besuar i kreut të qeverisë. Ndërkohë që jo më larg se disa muaj më parë, në nëntor të vitit të kaluar, ajo u emërua në krye të Departamentit të Administratës Publike, një pozicion kyç për përgatitjen e strukturave të reja në administratë që mbështesin bojkotimin e burokracisë dhe zbatimin e praktikave moderne të menaxhimit. Vilma Guri ka një karrierë të gjatë mbi 20 vjeçare në fushën e qeverisjes, sigurisë ndërkombëtare dhe ndërtimit të kapaciteteve institucionale të konsoliduara përmes angazhimeve në programe kombëtare dhe ndërkombëtare. Ajo është instruktore e certifikuar nga Instituti i Shërbimit të Jashtëm të Departamentit të Shtetit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe ka zhvilluar trajnime për forcimin e kapaciteteve drejtuese dhe menaxheriale për zyrtar të mjediseve diplomatike dhe institucionale. Eksperjenca e saj në fushën e administratës dhe leadershipit konsiderohet një aset i rëndësishëm në funksionin e ri pranë kryeministrit. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.